Debati mes Limit dhe Albës shpërthen papritur, por me një tension që ishte grumbulluar prej ditësh. Që në momentin e parë, zëri i Limit është i ftohtë dhe i prerë, ndërsa Alba përpiqet ta kuptojë se çfarë po ndodh. Ai i drejtohet asaj me tone të ashpra, duke i thënë se është lodhur nga situata mes tyre dhe se nuk e duron më mënyrën se si ajo sillet. Fjalët e tij janë të drejtë për drejta dhe pa asnjë filtr, gjë që e trondit Albën. Alba përpiqet të reagojë, i thotë se ka bërë gjithçka për këtë lidhje dhe se nuk e meriton këtë trajtim. Ajo i përmend sakrificat, momentet e vështira dhe emocionet që ka kaluar pranë tij. Zëri i saj herë ngrihet, herë thyet, ndërsa përpiqet të mbrojë veten dhe ndjenjat e saj. Por Limi nuk tërhiqet. Ai vazhdon duke i thënë se nuk mund të rrijë më me një femër si Alba, se kjo marrëdhënie për të ka marrë fund dhe se nuk ka më kthim pas. Atmosfera bëhet gjithnjë e më e rënë. Banorët përreth ndjejnë tensionin, ndërsa Alba mbetet e shtangur nga ajo që dëgjon. Limi e bën të qartë se vendimi i tij është i marrë. Ai thotë se nuk dëshiron më të vazhdojë këtë lidhje dhe se zgjedhja e tij tani është Benita. Këto fjalë bien si goditje për Albën, e cila për disa sekonda mbetet pa fjalë, duke e parë në sy sikur nuk po e beson atë që sapo dëgjoi. Pas këtij momenti heshtjeje, Alba shpërthen emocionalisht. Ajo i thotë se është ndjerë e përdorur, e nënvlerësuar dhe e tradhtuar. Lotët i mbushin syt, por ajo përpiqet të qëndrojë fort dhe t'i thotë të gjitha ato që i ka mbajtur brenda. Ajo e akuzon se po ikën pa marrë përgjegjësi dhe se po e lë pas gjitha atë që kanë kaluar bashkë. Limi, nga ana tjetër, qëndron i palëkundur. Ai përsërit se nuk është i detyruar të rrijë në një lidhje ku nuk ndihet mirë dhe se tani do të vazhdojë rrugën e tij me Benitën. Zëri i tij është i thatë, pa emocione të dukshme, gjë që e bën situatën edhe më të dhimbshme për Albën. Ai e mbyll debatin duke i thënë se gjithçka ka marrë fund dhe se secili duhet të vazhdojë përpara. Alba mbetet pas, e tronditur dhe e lënduar. Ajo mundohet të mbajë veten, por emocionet e pushtojnë. Lotët i rrjedhin pa pushim, ndërsa ajo përpiqet të kuptojë se si gjithçka u shkatërrua kaq shpejt. Debati përfundon me një ndarje të ftohtë dhe të prerë, duke lënë pas shumë dhimbje, shgënjim dhe pyetje pa përgjigje. Ky moment shënon fundin përfundimtar të marrëdhënies mes Limit dhe Albës, një ndarje e mbushur me tension, fjalë të forta dhe emocione të papërpunuara, që lë gjurmë të thella tek të dy, por sidomos tek Alba. Klodi dhe Benita qëndrojnë së bashku në një moment qetësie brenda shtëpisë së Big Brother. Atmosfera duket e ngrohtë dhe e qetë, por emocionet midis tyre janë të thella dhe të dukshme për të gjithë që i ndjekin. Klodi i afrohet Benitës me një buzëqeshje të qetë dhe me shikim të dashur, duke treguar se ka një ndjesi të veçantë për të dhe se ai e vlerëson praninë e saj. Ai fillon të flasë me një ton të butë dhe të ngrohtë, duke i thënë Benitës se ajo është një vajzë e mirë. Fjalët e tij janë të sinqerta dhe mbushur me ndjenja, duke i dhënë rëndësi karakterit dhe cilësive të saj. Klodi nuk e ndalon tek fjalët, ai vazhdon të tregojë se e vlerëson sjelljen e saj, mënyrën se si sillet me të tjerët dhe respektin që ka për njerëzit rreth saj. Ndërsa biseda vazhdon, ai i jep një puthje të lehtë Benitës në faqe. Ky akt i vogël i afërsisë shpreh më shumë se fjalët, tregon ndjenja, afeksion dhe lumturi. Benita duket e gëzuar dhe e surprizuar njëkohësisht. Buzëqeshja e saj e bën situatën edhe më të ngrohtë dhe më emocionuese, duke krijuar një moment të veçantë që ndjehet i vërtetë dhe i dashur. Klodi e shikon Benitën në sy dhe vazhdon të flasë me një ton të qetë, duke treguar se është i lumtur që janë bashkë në këtë moment. Ai i thotë se ndjenjat që ka për të janë të sinqerta dhe se ai e vlerëson çdo moment që kalon pranë saj. Buzëqeshja e tij, shikimi i ngrohtë dhe prekja e dorës së Benitës bëjnë që atmosfera të duket intime dhe e mbushur me emocione. Benita i përgjigjet duke qeshur dhe duke treguar lumturinë e saj. Ajo ndjen siguri dhe kënaqësi nga pranimi dhe përkushtimi i Klodit, dhe kjo e bën të ndihet e veçantë dhe e dashur. Ndërsa flasin, ata ndajnë momente të qeta dhe të këndshme, ku biseda shkon nga temat e zakonshme të ndjenja dhe emocionet që kanë njëri për tjetrin. Në këtë moment, ata duket se harrojnë përrethin, sepse emocionet janë aq të forta dhe të sinqerta sa që çdo gjë tjetër duket e pavlerë. Klodi vazhdon të shprehë lumturinë dhe kënaqësinë që ndjen duke që
Ndruar pranë Benitës, duke e bërë këtë moment të zgjas dhe të duket i rëndësishëm dhe dramatik. Biseda dhe ndjesitë e tyre vazhdojnë për disa minuta, me buzëqeshje, shikime dhe prekje të buta. Çdo fjalë e Klodit është e mbushur me ndjenja, dhe çdo reagim i Benitës tregon lumturinë dhe kënaqësinë e saj. Ky moment i ndarë, i qetë por i mbushur me emocion, krijon tension pozitiv dhe afërsi që mund të zgjasë për minuta të tëra. Në fund, Klodi qëndron pranë Benitës, duke treguar se ajo është e rëndësishme për të dhe se lumturia e tij lidhet me praninë e saj. Ky moment dramatik, i ngrohtë dhe i mbushur me dashuri, zgjasin për më shumë se 5 minuta, duke i dhënë video një intensitet emocional të fortë dhe të qëndrueshëm. Debati midis Klodit dhe Elionës nis në një moment tensioni, ku emocionet janë të larta dhe secili përpiqet të shprehë mendimin e vet. Klodi qëndron i qetë në fillim, por fjalët e tij marrin një ton të fortë dhe vendosmëri, duke bërë të qartë se ai nuk po e thot lehtë atë që mendon. Ai shikon Elionën dhe fillon të flasë me një ton të prerë dhe të ashpër, duke thënë se përqimi i saj për të duket shumë fallto. Ai nuk ndalet vetëm me këtë. Klodi shton se, sipas tij, Eliona po luan lojë me ndjenjat e tij dhe të tjerëve. Ai argumenton mendimin e tij duke u bazuar në disa situata që kanë ndodhur më parë, ku veprimet e saj dukeshin të orientuara jo nga ndjenja të sinqerta, por nga strategji dhe lojë. Klodi përdor tone të ndryshme të zërit për të nxjerrë në pa seriozitetin e situatës, ndonjëherë i qetë dhe mendues, ndonjëherë i lartë dhe i ashpër për të treguar zemërimin e tij. Eliona reagon menjëherë. Ajo nuk mund të heshtë dhe i përgjigjet me një kombinim zemërimi dhe trishtimi. Ajo thotë se nuk është e drejtë të supozohet që ndjenjat e saj janë fallto, dhe se ajo po e shpreh atë që ndjen në mënyrën më të sinqertë të mundshme. Por Klodi nuk e lë këtë të qetë. Ai vazhdon të argumentoj se disa gjeste dhe mënyra se si ajo sillet tregojnë se ndjenja e saj nuk është e sinqertë dhe se ka një qëllim të fshehtë. Biseda vazhdon për disa minuta me shkëmbim fjalësh dhe tone të larta. Klodi e përsërit disa herë se ndjenjat e Elionës duket se janë fallto dhe se po bën lojë, duke i dhënë një thellësi dramatike situatës. Ai përshkruan disa momente specifike kur ajo veproi në mënyrë që ai e perceptoi si manipulim ose strategji, duke e bërë debatin të duket i gjatë dhe i tensionuar. Eliona përpiqet të mbrojë veten, duke treguar emocionet e saj të vërteta dhe duke shpjeguar se nuk ka qëllim të luajë lojë. Ajo ndjen një përzierje midis mllefit dhe trishtimit, duke u përpjekur të bëjë të qartë se nuk ka asnjë arsye për të dyshuar tek ajo. Por Klodi nuk e lejon situatën të të sohet. Ai vazhdon të përdor fjalët e tij për të bërë të qartë se ai nuk beson dhe se do të shohë çdo veprim të saj me dyshim. Gjatë gjithë debatit, atmosfera është e tensionuar. Shikimet, heshtjet e shkurtra dhe gjestet e dorës shtojnë dramatizmin. Çdo fjalë e Klodit duket e rëndësishme dhe çdo përgjigje e Elionës ka pasojë në mënyrën se si situata evoluon. Audienca ndjen emocionet e forta dhe intensitetin e situatës, duke e bërë debatin të zgjasë më shumë se disa minuta normale. Në fund, debati nuk mbyllet me një pajtim. Klodi mbetet i vendosur në qëndrimin e tij, duke e parë pëlqimin e Elionës si fallto dhe duke theksuar se nuk do të besojë derisa të shohë prova të tjera. Eliona, nga ana tjetër, mbetet e lënduar dhe e mërzitur, duke shfaqur emocionet e saj të vërteta dhe duke treguar se nuk ka lojë, por ndjenja të sinqerta. Ky moment mbetet dramatik dhe emocional, duke krijuar një tension që zgjasin për minuta të tëra dhe e bën bisedën të përshtatshme për një video më shumë. Alba është e acaruar dhe e zemëruar, dhe nuk mund të përmbahet më gjatë. Ajo përpiqet të afrohet tek Benita me një shprehje të fortë në fytyrë, duke tentuar të gjynjëzojë situatën dhe të tregojë autoritetin e saj. Por Benita nuk e lë lehtë situatën të eskalojë. Ajo e ndërpret menjëherë, duke folur me zë të ngritur dhe me një ton të prerë, që tregon se nuk do të tolerojë afërsinë e Albës. Benita i thot me vendosmëri, "Mos ju afro Limit. Lim është i imi." Duke treguar qartë se ajo nuk do të pranojë asnjë tentativë për të ndërhyrë në atë që ajo e sheh si marrëdhënien e saj. Fjalët e saj janë të forta dhe të drejtpërdrejta, dhe ato lën të kuptohet se nuk ka asnjë hapësirë për kompromis. Alba, nga ana tjetër, nuk largohet menjëherë. Ajo duket e zemëruar dhe përpiqet të shprehë mllefin e saj.
Ajo tenton të reagojë fizikisht, duke treguar se ndjen një lloj frustimi të grumbulluar që nuk është shprehur më parë. Ndërkohë, Benita nuk e humbet qetësinë, por shton presionin me fjalët e saj, duke i bërë të qartë Albës se çdo lëvizje e mëtejshme nuk do të tolerohet. Në një moment, Alba përpiqet sërish të afrohet, por Benita e ndërpret përsëri me një ton më të ashpër: "Ik, shtuku idiote." Duke përdorur fjalët për të shprehur jo vetëm mbrojtjen e territorit të saj, por edhe zemërimin dhe përbuzjen ndaj Albës. Atmosfera bëhet e ngarkuar, me tension që mund të ndihet në çdo lëvizje dhe çdo shikim midis tyre. Gjatë gjithë situatës, Limi nuk ndërhyn, por shikon nga afër, duke treguar se është i vetëdijshëm për tensionin që po ndodh dhe se ka ndikim në mënyrën si secila nga vajzat sillet. Ai duket i qetë, por prania e tij rrit ndjesinë e rivalitetit midis Albës dhe Benitës, duke bërë që çdo fjalë dhe çdo lëvizje të duket më e rëndësishme. Alba, megjithse e zemëruar, fillon të kuptojë se Benita është e vendosur dhe nuk do të lërë hapësirë për të shkelur mbi të. Fjalët e Benitës dhe qëndrimi i saj e bëjnë situatën më të tensionuar dhe dramatike, duke e bërë debatin të zgjatë. Së dhe të duket se nuk ka fund. Në këtë moment, tensioni emocional është në pikën kulmore, shikimet, fjalët dhe heshtjet ndërmjet tyre janë të mbushura me emocione të forta. Atmosfera mbetet e rëndë, me një ndjesi konkurrimi dhe mlefi që zgjasin për minuta të tëra dhe e bëjnë situatën të përshtatshme për një video më shumë se 5 minuta. Në fund, debati nuk mbyllet menjëherë. Alba largon dorën, por tensioni dhe mlefi mbeten të dukshëm. Benita qëndron e vendosur, duke treguar se nuk do të pranojë të cënohet nga kushdo, dhe Limi mbetet i qetë, duke lënë që situata të flasë vetë për rivalitetin dhe tensionin mes tyre.